Vidite, тоа ваквата изјава е скоро неколку месеци. Јас и понатаму ќе продолжам да вршам работата. Kjo deklarat dëgjohej vazhdimisht nga tani më ish kryeprokurori në pyetjen nëse do të jepte dorëheqje pas thirrjeve të kryeministrit Mickovski dhe vendimit të qeverisë për të nisur iniciativë për shkarkimin e tij, por fjalë për fjalë vetëm disa minuta para fillimit të seancës së sotme parlamentare, ku duhej të diskutohej propozimi për shkarkimin e tij dhe ai të përballej me argumentet para publikut, përkatësisht para deputetëve, Kocevski ndryshoi mendimin. Поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Edhe pse edhe tani u mbrojt duke thënë se kishte punuar në mënyrë profesionale, mbetet e paqartë pse Kocevski nuk priti vendimin dhe nuk mori pjesë në seancën parlamentare për përballjen e argumenteve. Sidoqoftë, dorëheqja e tij u konstatua, ndërsa propozimi i qeverisë u arsyetua me jo profesionalizëm të Kocevskit, afera, nxjerrje të paautorizuar të informacioneve, gabime të mëdha profesionale dhe marrëdhënie të prishura ndërnjerëzore në prokurori. Ai do të mbahet mend edhe për përplasjen me drejtuesin e prokurorisë së lartë Mustafa Erullahi, i cili ndërkohë dha dorëheqje dhe i cili përfaqësonte akuzën në rastin dhe gjykimin për bonuset e prokurorisë speciale publike. Kocevski është kritikuar edhe se përmes një antari të familjes ka nxjerrë në publik informacione konfidenciale, si dhe ka ushtruar presione ndaj prokurorëve për raste të caktuara. Rasti i fundit i madh për të cilin gjithashtu ka kritika është rasti Puls, ku sipas kritikave nga opinioni publik, me një akt akuzë të tillë të ndërtuar dhe kaq voluminoze, Kocevski ka dashur të blejë edhe pak kohë në karrigën e kryeprokurorit. Siç dihet, për këtë rast ai kishte formuar një ekip prej 15 prokurorësh, ndërsa në hetimin që përfundoi për vetëm 2 muaj, sipas shumë juristëve, tepër shpejt u akuzuan 35 persona fizik dhe 3 persona juridik. Ваква концепција на обвинение е исклучиво, тоа неодговорно го тврдам, тоа сите што работиме го знаеме дека е исклучиво под притисок на јавноста. Знаете дека етапно се вршеа апсењата. Јавното обвинителство тргнало прво така како што тргнало во овој предмет и останува печатокот дека они тоа малку и маркетиншки и популистички го направија. Има премногу контрадикторности во самиот обвинителен акт. Вие да опфатите, затоа што зборуваме за настан за пожар, предизвикан пожар. И вие да опфатите лица кои што апсолутно немаат пристап до тој објект во конкретниот период, кои што немаат превземено дејствие кое го предизвикува пожарот. Kocevski mori funksionin e kryeprokurorit më 13 shkurt të vitit 2024. Kryeministri Mickovski, në paraqitjen e tij publike lidhur me shkarkimin e kryeprokurorit, deklaroi se i kishte dhënë Kocevskit mjaft kohë, 1 vit e gjysmë, që të fillonte të punonte siç duhet, por ai nuk e kishte shfrytzuar këtë mundësi.